Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për mediat ka bërë me dije se Partia Demokratike i ka të gatshëm kandidatët e saj për zgjedhjet në 6 bashkitë e vendit. Berisha bën me dije se kandidatët demokrat janë emra shumë të mirë, personalitete me vlera qytetare dhe morale të pakrahasueshme. Ndër të tjera, kreu i PD-s theksoi se ka diskutuar me aleatët për modelin që do të ndjekim për kandidatët për 6 krerët e bashkive. Janë emra shumë të mirë. Janë personalitete me vlera qytetare dhe morale të pakrahasueshme. Partia Demokratike, siç unë kam shpjeguar këtu para jush, gjatë këtyre kohëve është bërë me modelin, jo me emrat. Me aleatët tanë, ne kemi diskutuar për modelin që do ndjekim. Do me thamë, do tjetë ky një kandidaturë politike e Partisë Demokratike, apo nuk do jetë? Do tjetë ky një kandidaturë politike e koalicionit, apo nuk do jetë? Do tjetë një kandidaturë e pavarur që do e mbështesin të gjitha partitë e koalicionit, apo nuk do jetë? Pra, ku është konfluimi më i madh? Do më thënë, ujdia më e madhe. Në cilin model? Por ne, kandidatura kemi të pakrahasueshme me korbën e Covidit dhe ne nga gara nuk të hiqemi. Ndërkohë, kujtojmë se një ditë më parë, kreu i shtetit ka dekretuar datën 9 nëntor për zgjedhjet në 6 bashkitë pa kryebashkiak.